Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, nga edicioni orës 19, pas pak në lajme do të ndiqni. Zhvillohet në Rom mbledhje e përbashkët me qeverinë italiane. Meloni priti kryeministrin Rama dhe ministrat, ndërsa u nënshkruan disa marrëveshje. Sali Berisha është i gatshëm që të paraqitet në SPAK për të dhënë sqarimet e tij për dosjen e 21 janarit. Kreu i PD-s akuzoi kryeministrin Rama se gjatë këtyre viteve ka penguar hetimet për këtë çështje. Policia dërgon letër porosi në Spanjë për të marrë të dhëna për qëndrimin 4 ditor në Barcelonë të Gilmando Danit dhe mikut të tij. Rreth 15 persona janë shoqëruar nga policia për të marrë në pyetje. Kombëtarja luan sot ndeshjen e rëndësishme për kualifikimin në fazën play-off për botrorin. Dilemat e Silvinjës janë në repartin e mbrojtjes dhe krahët e mesfushës. Ndeshja do transmetohet në televizionin Klan në orën 20:45. Në Berlin, ndërhyrjet kirurgjikale të zemrës po përfshihen edhe robotë inteligjencës artificiale. Mjekët tonë së falë tyre realizohen operacione me prerje minimale. Dhe ju njojmë tani më gjërësisht me materialet e përgatitura. Për herë të parë, qeveritë e Shqipërisë dhe Italisë zhvilluan një mbledhje të përbashkët në Rom në drejtimin e kryeministrave Edi Rama dhe Giorgia Meloni. Në këtë takim u nënshkruan 16 marrëveshje bashkëpunimi në disa fusha të ndryshme. Për herë të parë, Shqipëria dhe Italia zhvilluan mbledhje ndërqeveritare. Takimi mes dy kabineteve të kryesuara nga Edi Rama dhe Giorgia Meloni u zhvillua në Rom, ku kreu i qeverisë shqiptare u prit me ceremoni shtetërore. Kryeministri Edi Rama ishte i shoqëruar nga 10 ministra të kabinetit të tij, të cilët nënshkruan 16 marrëveshje të ndryshme. Marrëveshjet që u shkëmbyen nga ministrat respektiv të kabineteve qeveritare mbulojnë një gamë të gjerë fushash strategjike, duke nisur nga shëndetësia, energjia, siguria, arsimi dhe lufta kundër trafikut të drogës. Një prej marrëveshjeve, ajo e nënshkruar mes kompanisë shtetërore italiane Fincantieri dhe asaj shqiptare Caio, ka të bëjë me ndërtimin e të paktën 7 anijeve në Pasha Liman. Kjo marrëveshje sipas kryeministrit Rama do të sjellë ditën kur Shqipëria do të furnizojë me anije edhe Italinë. Partneriteti tregtar pritet të jetë fokusi mes dy qeverive, ndihmuar edhe nga ndërtimi i korridorit të 8. 8 prej marrëveshjeve të tjera i përkasin fushave ushtarake, mbrojtjes civile dhe industrisë. Një tjetër element i rëndësishëm i marrëveshjeve është përfshirja e Shqipërisë në sistemin evropian të emergjencave, duke afruar vendin edhe më shumë me standardet e sigurisë dhe mbrojtjes së Bashkimit Evropian. Dy ministrat e brendshëm të dy vendeve nënshkruan memorandum bashkëpunimi për të luftuar trafikun e narkotikëve, krimin e organizuar e pastrimit të parave, si dhe shkëmbimin e eksperiencave në trajnimin e policisë. Palët rënë dakord gjithashtu për zgjeruar bashkëpunim në trajtimin e sëmundjeve onkologjike, përfshirë forcimin e kapaciteteve dhe përmirësimin e protokolleve të trajtimit në këtë fushë, si dhe për asistencë në trajtimin e rasteve që kërkojnë kujdes më të specializuar. Në konferencën e përbashkët për shtyp, kryeministri Rama cilësoi si historik takimin ndërqeveritar. Ai shprehu gatishmërinë e Shqipërisë për të nënshkruar marrëveshjet e Bashkimit Evropian duke mos përdorur vetën, ndërsa kryeministri Meloni vlerësoi se Shqipëria po sillet si vend evropian. Pas nënshkrimit të marrëveshjeve, kryeministri Edi Rama dhe kryeministrja e Italisë Giorgia Meloni zhvilluan një konferencë të përbashkët për mediat. U mallëngjyem nga takimi i asamblesë tonë plenare me 20 ministra, duke folur të gjithë në italisht, pa pasur nevojën e përkthimit. Quasi 20 ministri che tra un lato e l'altro hanno preso la parola. Tranne il governo italiano non c'è. Kemi edhe provën shkencore që përveç qeverisë italiane nuk ekziston qeveri tjetër jo italiane që të flasë 100% italisht dhe është veç sa ajo shqiptare. Dy kryeministrat komentuan marrëveshjen mes Italisë dhe Shqipërisë për emigrantët. Meloni e konsideroi një marrëveshje me frymë europiane dhe garantoi vijimsinë e saj pavarësisht pengesave, ndërsa kryeministri Edi Rama gatishmërinë për t'u përgjigjur çdo kërkesë që vjen nga shteti fqinj. L'Albania si comporta
Ajo që u tregua është fakti që Shqipëria sillet si një vend antar i BE-s. Të gjithë e kuptojmë se një nisëm e tillë është revolucionare sa i përket mënyrës së menaxhimit të flukseve të emigracionit. Protokolli do të funksionojë kur të hyjë në fuqi marrëveshja e re për azilin. Nëse disa transferimet e emigrantëve janë bllokuar, kjo është një çështje që do zgjidhet së shpejti. L'Italia io lo farei. Me Italinë do e bëja 100 herë, edhe pse 100 herë ju do të ishit kundër. Me vendet e tjera, kurrë. Sepse ju nuk jeni Italia. Italia mund t'i kërkojë Shqipërisë çfarë i vjen në mendje dhe ne jemi të gatshëm për t'u përgjigjur. L'Italia è un problema. Kryeministrat Rama Meloni folën për një vizion të përbashkët europian. Tra pochi giorni Pas pak ditësh do të hapet kapitulli i fundit për negociatat për antarësimin e Shqipërisë në BE. Do të ishte një arsye për të qenë të kënaqur që të hapim negociatat politike me rastin e marrjes së kryesisë nga ana e Italisë që do të ndodhë në 6 mujorin e parë të vitit 2028. Sarebbe veramente la Do të ishte qeshi ambitort nëse në vitin 2028, vit që Italia do të marrë kryesinë e Komisionit Evropian dhe kur Georgia do të mbajë rolin e dyfisht, atë të kryeministres dhe presidentes së KE-s, qeshni, por koha do të kalojë dhe do ta shihni se un kam gjithmonë të drejtë. Gaboja kur isha më i ri si ministër i kulturës, por tani që jam një veteran, besoj se nuk gaboj. Në këtë konferencë u hodhe edhe një herë teza e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian pa të drejtë vetoje. Ne jemi gati të bëjmë marrëveshje me Bashkimin Evropian pa kërkuar as veto, as vot. Nuk na intereson kjo pjesë. Ne jemi i tharë të vendosur dhe fanatik të vlerave evropiane dhe jemi të gatshëm ta nënshkruajmë marrëveshjen. Mund të përfaqësohemi nga Komisioneri Evropian Italian. Do të ishte shumë për ne. Liderët Edi Rama dhe Giorgia Meloni vlerësuan raportet e kahershme mes dy vendeve, duke e quajtur një ditë historike mbledhjen e dy qeverive. Por si qëndron lidhja ekonomike mes dy vendeve tona, statistikat zyrtare të Instat dhe Bankës së Shqipërisë flasin për një partneritet të fortë. Vetëm në 9 muajt e vitit 2025 raportohen 246 miliard lekë shkëmbime tregtare. Shkëmbimet tregtare mes Shqipërisë dhe vendeve të Bashkimit Evropian janë rritur vit pas viti ku vetëm gjatë 9 mujorit të parë të 2025-s, eksportet drejt vendeve të Unionit sipas Instat zonë gjithsej 73.3%, ndërsa importet nga vendet e BE-s zonë 51.1%. Italia mbetet një nga partnerët ndërkombëtar që ka volum tepër të lartë të shkëmbimeve tregtare me vendin tonë, me një total prej 26.9% vetëm për gjatë periudhës janar-shtator të këtij viti sipas të dhënave zyrtare. Gjatë këtij 9 mujori, vlera e eksporteve drejt Italisë rezultoi në 10.8%, ndërsa e importeve ishte rreth 3%. Vlera e shkëmbimeve tregtare Itali-Shqipëri në vitin 2024 arriti në 351.4 miliard lekë, ndërsa vetëm gjatë periudhës janar-shtator 2025 këto shkëmbime arritën në 246.4 miliard lekë. Një peshë tepër të rëndësishme kanë edhe investimet direkte të Italisë në vendin tonë, ku vetëm në gjysmën e parë të këtij viti investimet e huaja direkte nga Italia shënuan vlerën e 89 milionë eurove, sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë. Në vitin 2024 këto investime direkte rezultuan edhe më të larta, pasi arritën në vlerën e 196 milionë eurove. Për gjatë 5 viteve të fundit, Italia ka kryesuar investimet e huaja direkte në vendin tonë së bashku me Turqinë dhe Holandën. Investimet italiane në Shqipëri janë kryesisht të përqendruara në sektorin e shërbimeve. Bashkimi Evropian bën thirrje për një reformë gjithëpërfshirëse zgjedhore, por kryekomisioneri Ilirian Celibashi e sheh si një handicap të madh profesional administrimin politik të zgjedhjeve nga politika. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, përsëriti thirrjen e Brukselit për një reformë zgjedhore gjithëpërfshirëse në Shqipëri. Në aktivitetin prezantues të projektit të Këshillit të Evropës, mbështeti për ciklin e procesit zgjedhor, diplomati evropian theksoi se kjo reformë është jetike për integritetin e zgjedhjeve dhe integrimin e vendit. Reforma zgjedhore përfaqëson një hap të mirë drejt integritetit zgjedhor, nxisin palët për reformë gjithëpërfshirëse, duhet një produkt i mirë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë hapa të rëndësishëm në analizën pas-zgjedhore dhe ka paraqitur disa propozime. Depolitizimi është thelbësor. Reforma zgjedhore është pjesë domethënëse rrugëtimit dhe zotimit që ka Shqipëria në grup kapitullin e parë për antarësimin në Bashkimin Evropian, e para që hapet dhe e fundit që mbyllet. Në të njëjtin aktivitet, kryekomisioneri Ilirian Celibashi vuri në dukje nevojën për forcimin e administratës zgjedhore përmes trajnimeve dhe mbështetjes së Bashkimit Evropian. Ne synojmë me mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe Këshillit të Evropës që ta ndërtojmë këtë qendër të trajnimit të
administratës zgjedhore, jo vetëm për të patur kontinuitetin e këtij procesi, por nëpërmjet këtij kontinuiteti ne të sigurojmë një qëndrueshmëri dhe një stabilitet. Sipas tij, administrata aktuale nuk është e përgatitur mjaftueshëm dhe shpesh nuk përmbush pritshmëritë as të partive politike dhe as të vetë votuesve. Dominimi vetëm nga partitë politike e administrimit të zgjedhjeve në Shqipëri ka krijuar atë handicapin e vet në lidhje me standardin të paktën profesional të administrimit të zgjedhjeve. Ndaj është me rëndësi të dorës parë që edhe në kuadër të reformës së pritshme zgjedhore, kjo çështje të adresohet ndër të parat çështjet. Reforma zgjedhore mbetet një nga kërkesat kryesore të Bashkimit Evropian në kuadër të procesit të negociatave të antarësimit. Sali Berisha deklaroi se do i përgjigjet fletëtirjes së SPAK për të u pyetur për çështjen e 21 janarit. Ai deklaroi se hetimet për këtë çështje janë penguar nga kryeministri Edi Rama. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha thotë se do të paraqiten në SPAK ditën e premte, pas thirrjes nga prokuroria e posaçme në cilësinë e personit që ka dieni për çështjen e 21 janarit të vitit 2011, ku gjatë një proteste të organizuar nga Partia Socialiste kundër qeverisë së Partisë Demokratike në atë kohë, u vranë 4 persona. Asnjëherë mos më pyesni mua a do shkosh. Unë do shkoj në çdo rast që të thirrem për çdo problem nga organet e drejtësisë. E kam ligj, e kam aplikuar, e kam zbatuar këtë gjithë jetën time. Kryedemokrati thotë se deri më tani hetimet për 21 janarin janë penguar nga kryeministri Edi Rama. Gjerë sot është penguar të hetohet, mendoj unë, të jetohet, se mund të jetohet, nuk jam kundër. Është penguar vetëm për shkak të Edi Ramës. Berisha shpreh se thirrja e tij në SPAK po përdoret për propagandë që të zhvendoset vëmendja nga skandalet e qeverisë. Ata që përdorin këtë për propagandë, për të mbuluar skandalin Rama Balluku të tunelit Llogaras, apo për të mbuluar skandalin e madh të aeroportit Vlorës e të tjerë, ata tregojnë se janë shërbëtor mjeran të një bande e cila vjedh ditë e natë qytetarë shqiptarë. Kërkon dhe hetim të organizatorëve të protestës së 14 viteve më parë. Nuk janë hetuar si duhet organizatorët kryesor të saj. Dhe organizator kryesor numër 1 me të gjithë dokumentacionin është Edi Rama. Vrasi i vërtet i tyre është ajo që i solli ata mish për top dhe i solli në protestën më të dhunshme në historinë e vendit. I u rikthye atentatit në Rinas ku humbi jetën Gilmando Dani, të u plagos Muçi Shaliani, duke deklaruar se që të dy kanë punuar gjatë fushatës elektorale për Partinë Socialiste. Muçi Shaliani apo Sheqeri ka qenë mbështetës dhe financues kryesor në fushatë elektorale i ministrit të brendshëm Ervin Hoxha. Shaliani u fut në radhët e policisë nga Hoxha. Gilmando Dani ka qenë bodyguard dhe financues i ministrit kriminal Blendi Goxhe. Kryetari demokrat duhet thotë se Partia Demokratike ka ekspozuar vazhdimisht lidhjet e qeverisë me grupet kriminale, por majoranca sipas tij mbrohet nga SPAK. Gratë deputetet të opozitës i kërkojnë presidentit Bajram Begaj të mos e dekretoj ligjin për barazinë gjinore. Përmes një letre, ligjvënëset thonë se ky ligj bie ndesh me kushtetutën dhe për këtë arsye kreu i shtetit duhet ta rikthejë ligjin për rishqyrtim në kuvend. Ato theksojnë se rikthimi në kuvend do të ndalte përçarjen, deformimin, denatyrimin dhe do të ruante traditën shqiptare se asnjë rregull në shoqërinë tonë nuk mund të imponohet në kundërshtim me përfaqësuesit e komuniteteve fetare. Policia shqiptare ka kërkuar Spanjës informacion rreth qëndrimit 4 ditor të Gilmando Danit dhe agjendit të AMP-s Muçi Shaliani në Barcelonë. Mësohet se gjithashtu se janë shoqëruar rreth 15 persona në komisariat, ndërsa nga hetimet ka rezultuar se makina e vrasësve ka qenë e vjedhur në Greqi 2 vite më parë.
Policia ka shoqëruar në komisariat rreth 15 persona, kryesisht të afërm të Gilmando Danit dhe të agentit AMP-s Muçi Shaliani, por dëshmitë e tyre nuk kanë ndihmuar hetuesit për të rënë në gjurmët e autorëve. Forcat speciale vijojnë kontrollet kryesisht në zonat e Tiranës, Skamzës, Nikles dhe Fushkryes. Kontrolle u ushtruan në godinat e braktisura dhe të banesat e personave të skeduar, por deri më tani nuk është gjetur asgjë me vlerë për hetimin. Ekspertët e krimeve kanë rikuperuar dhe numrin e shasisë së mjetit tip Toyota që përdoren autorët për t'u larguar nga vengjarja. Ka rezultuar se ky mjet ka qenë i vjedhur në Greqi në datë 22 tetor të vitit 2023. Gjithashtu edhe targat greke janë të vjedhura dhe denoncimi për to është bërë në vitin 2024. Klan News ka mësuar se policia e Tiranës i ka kërkuar zyrtarisht Spanjës informacione për të zbuluar lëvizjet e Gilmando Danit dhe Muçi Shalianit gjatë qëndrimit të tyre 4 ditor në Barcelonë. Deri më tani autoritetet e huaja nuk i kanë kthyer përgjigje policisë shqiptare. Ekspertiza paraprake nga morgu i Tiranës ka nxjerrë se Gilmando Dani mori 20 plumba në trup, ndërsa në vengjarje janë gjetur mbi 80 gëzhoja. Në spitalin e traumës vijon të jetë intubuar Muçi Shaliani, i cili mori 10 plumba, 2 prej të cilëve në kokë. Atentati pranë Rinasit ndodhi për 52 sekonda, siç shihet në video. 3 nga 4 atentatorët, të maskuar dhe të veshur me rroba kamuflazhi ushtarake, zbresin nga Toyota dhe nisin të qellojnë me breshri Kallashnikovi. Mercedesi i bardhë devijon në krah të kundërt të rreth rrotullimit të busit të Nën Terezës. Njëri nga atentatorët i afrohet me Kalashnikov në dorë duke qelluar, por arma i ngec. Kthehet pas, ndërkohë që njëri nga bashkëpunëtorët i afrohet duke i dhënë një armë tjetër. Rikthehet për tek makina dhe duke u afruar lëshon në tokë Kalashnikovin. Nxjerr një pistolet dhe qellon disa herë në anën e pasagerit ku ndodhet Gilmando Dani. Teksa largohet, merr automatikun që kishte lënë në tokë, ndërsa atentatori tjetër që i kishte dhënë armën vjen drejt Mercedesit dhe qellon disa herë të tjera. Teksa largohen, ai që qelloi nga afër Gilmando Danin rreshet, por ndihmohet nga tjetri. Veç kamerave të shumta në këtë zonë të populluar ku ndodhi ngjarja, lëvizja e 4 autorëve është filmuar nga kamerat të tjera të sigurisë, por ata kanë mbajtur maskat gjatë gjithë kohës për të mos u identifikuar. Përmes kamerave, hetuesit kanë zbuluar se itinerari i lëvizjes si para dhe pas krimit ka qenë i njëjtë. Ata kanë ardhur nga rruga që lidh aeroportin e Rinasit me Tapizën dhe të njëjtën lëvizje kanë kryer edhe në Ike. Më pas ata dogjen makinën Toyota në fshatin Halilaj të Fushkryes, brenda të cilës u gjeten edhe 4 armët e përdorura në atentat, 3 Kalashnikov dhe një pistolet. SPAK ka marrë zyrtarisht nën hetim ish drejtorin e burgjeve Agim Ismaili për hakerimin e emaileve të 3 prokurorëve. Ish drejtori i përgjithshëm i burgjeve Agim Ismaili është zyrtarisht në hetim nga SPAK. Organi i akuzës ka të dyshuar Ismailin për 3 vepra penale, përgjimi i palishëm i të dhënave kompjuterike, grupi strukturuar kriminal dhe kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi strukturuar kriminal. Ish drejtori i përgjithshëm i burgjeve u paraqit në SPAK dhe qëndroi për gati 1 orë e 30 minuta përballë agjentëve të BK-s për të dhënë shpjegime në lidhje me sulmin kibernetik ndaj SPAK në mars të këtij viti. Ismaili është pyetur në praninë e avokatit të tij. Emailët zyrtare të prokurorëve të SPAK u tentuan të hakerohen në datën 12 mars. Në atë kohë për këtë ngjarje u arrestua ish punonjësi MT Arnold Rokaj dhe ish zyrtari i burgut të Vlorës Zambak Gjoni. Hakerat kërkuan të merrnin informacione nga kompjuterit e prokurorëve Enkeleda Milonaj, Behar Dibra dhe Lida Kaçkini, por sipas prokurorisë nuk arritën të deportojnë në sistemin e brendshëm të IT-s. Në atë kohë SPAK sqaroi se 2 të arrestuarit informacione që morën nga emailët e prokurorëve i shpërndan tek Ismaili dhe persona të tretë dhe gazetar. Gjatë hakerimit, ata tentuan të futen edhe tek emaili i kreut të SPAK Altin Dumani, por nuk kanë pasur sukses fal masave të sigurisë. Sulmi kibernetik u zbulua nga IT-t e SPAK. Rritja ekonomike e Shqipërisë është në kufi 3.6%, sipas Bankës së Shqipërisë, gjerimi i konsumit dhe të ardhurat nga turizmi do të ndikojnë pozitivisht. Në analizën më të fundit të raportit monetar të publikuar nga Banka e Shqipërisë, konfirmohet trendi pozitiv i rritjes ekonomike të vendit në kufit e 3.6%. Ne konstatojmë që ritmi i rritjes ekonomike mbetet solid rreth nivelit 3.6%. Ky ritëm në gjykimin ton është afër potencialeve produse të ekonomisë shqiptare dhe ofron premisa për një shfrytëzim të mirë të faktorit punë dhe të faktorit kapital në ekonominë shqiptare. Zgjerimi i konsumit, investimet por dhe të ardhurat nga turizmi do të vijojnë të kenë impakt pozitiv në ekonomi edhe në të ardhmen sipas Bankës Qendrore. Përditësimi i parashikimeve tona për periudhën afatmesme sugjeron që ekonomia do të vazhdojë të rritet me ritme të krahasueshme me ato të cilat kanë bizotruar gjatë vitit 2024-2025. Kjo rritje do të jetë e ekuilibruar, do të bazohet kryesisht në zgjerimin e kërkesës të brendshme të konsumit dhe të investimeve të sektorit privat, me një kontribut pozitiv shtesë nga vijimi i rritjes të ardhurave nga turizmi shqiptar, dhe po ashtu me një kontribut në termat të stabilitetit makroekonomik nga një politikë e balancuar fiskale. Banka e Shqipërisë bën të ditur se dhe inflacioni pritet të kthehet në objektivin prej 3% gjatë gjysmës së parë të vitit 2026.
Michael Durkee, këshilltari ish komandantit të NATO-s, Wesley Clark, ka thënë në gjykatën e Hagës se Hashim Thaçi nuk kishte autoritet dhe kompetencë për të ndalur dhunën në Kosovë. Ka vazhduar dëshminë e tij në Hag, këshilltari ish komandantit të NATO-s për Evropë, Wesley Clark. Gjatë dëshmisë së tij ai ka thënë se Hashim Thaçi nuk kishte rol ushtarak në OÇK, por vetëm politik. Sipas tij, ai nuk kishte autoritet dhe kompetencë për të ndaluar dhunën e cila u zhvillua në verën e vitit 1999, duke shtuar se OÇK-ja nuk kishte strukturë të konsoliduar të komandës dhe se komandantët e zonave operative kishin autonomi të konsiderueshme. Ne kishim këtë përshtypje që nuk kishte një strukturë solide ose të konsoliduar të komandës, që dikush të ishte në nivel të lartë në Prishtinë dhe të jepte urdhra të cilat më pas do të çonin në veprime ose në operacione të caktuara në terren nëpër zona operative. Komandantët e zonave operative kishin autonomi të konsiderueshme dhe ekzistonte vullneti i tyre për të vepruar me kokën e tyre kur ata e mendonin të përshtatshme. Ai ka folur edhe për përfshirjen e serbëve lokal në Kosovë, brenda të cilave sipas tij ishin krijuar grupe paramilitare që shërbenin me informata ushtrin serbe. Nëse shikojmë se çfarë ka ndodhur në pranverën e vitit 1999 dhe veprimtarit, nuk ishin të bënim thjesht me kontrollin e qeverisë serbe, por gjithashtu edhe me grupe paramilitare, të cilat ishin zhvilluar në popullsinë serbe në Kosovë. Në shumë vende, këta banorë serb lokal po i jepnin informacion sa i takon se ku duhet të përqendroheshin forcat serbe. Ai ka mohuar se i kujtohen disa nga ngjarjet në të cilat pretendohet se UÇK-ja ka kryer krime. Duke u përgjigjur pyetjeve të prokurorisë, ka thënë se nuk ka dieni për ngjarje në Rahovec, ku pretendohet se UÇK-ja ka ndaluar rreth 85 serb në korrik të 1998-s, ndërsa të hënën do të nisë dëshminë e tij ish generali i NATO-s, Wesley Clark, i cili do të jetë edhe dëshmitari i fundit i mbrojtjes. Pas dëshmisë së Clark, pritet të ketë një konferencë për ecurinë e çështjes. Në Berlin, ndërhyrjet kirurgjikale të zemrës po përfshin edhe robot të inteligjencës artificiale, sipas mjekëve me asistencën e tyre realizohen operacione me prerje minimale. Në qendrën gjermane të zemrës në Charity të Berlinit, mjekët po përdorin teknologjinë më të avancuar për ndërhyrje kirurgjikale në zemër me ndihmën e robotëve. Programi i ri i kirurgjisë robotike po konsiderohet ndër më të mëdhenj në Europë dhe po zhvillohet duke përdorur sistemin Da Vinci. Për disa pacientë me probleme të valvulave të zemrës apo me sëmundje koronare, tani mund të ofrojmë operacione pa pasur nevojë të hapin plotësisht krahërorin. Kjo është një përparësi e madhe për pacientët, pasi rikuperimi i tyre është shumë më i shpejtë. Sipas mjekëve, ky sistem lejon kryerjen e ndërhyrjeve delikate me prerje minimale, duke reduktuar ndjeshëm dhimbjen dhe kohën e qëndrimit në spital të pacientëve. Nuk bëhet fjalë për një robot autonom që operon vetë. Ai thjesht shërben për të përcjellë lëvizjet e dorës së kirurgut brenda krahërorit, pa pasur nevojë për një prerje të madhe. Në demonstrimin e bërë për mediat, robotët realizuan lëvizjet e tyre delikate gjatë kryerjes së një operacioni. E kemi rifutur këtë program sepse vitin e ardhshëm priten pajisje të reja, shumë më të avancuara nga ato që kemi sot. Ky projekt na përgatit për adoptimin e kësaj teknologjie të re. Aktualisht jemi programi me rritjen më të shpejtë të kirurgjisë robotike në Evropë. Deri më tani në spitalin Charity janë kryer 260 operacione me këtë teknologji. Ndërhyrjet e tilla mund të bëhen vetëm në 2 qendra në Gjermani, por pritet që përdorimi i robotëve në kirurgji të zgjerohet në vitet e ardhshme. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion lajmesh. Faleminderit që na ndoqët.